Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka pranuar kërkesën e SPAK për të shtyrë dhe me 3 muaj hetimet për ish-deputetin e Partisë Socialiste, Jurgis Qyrbja. Prokuroria e posaçme të martën u shpreh në seancë është në pritje të letërporosive të nisura drejt agjencie partnere jashtë vendit. Mësohet se për këtë përfaqësuesit e akuzës kanë kërkuar të dhëna për komunikimet e aplikacionit Sky, ku ish përfaqësuesi i parlamentit komunikonte me persona precedent penal për të përfshirë në listën e kandidatëve në Durrës, madje edhe të ishte i treti në radhë. Po ashtu ai dyshohet edhe për bashkëpunimin me Altin Hajrin për t'i treguar mbi operacionet policore dhe për ndikimin në drejtësi. Sipas dosjes hetimore, bisedat e zhvilluara në aplikacionin Sky kanë qenë në periudhën ku Hajri ishte në kërkim për zhdukje në Jan Prengës në kompleksin Golden në Shijak. Qyrbja u ndalua në tetor të vitit 2024, pak ditë pasi dha dëshmi në prokurorinë e posaçme dhe kur dha dorëheqje nga mandati duke deklaruar se po ikte nga parlamenti për arsye shëndetësore. Tashmë prokuroria do të ketë një afat deri në mesin e korrikut për të paraqitur të dhëna mbi hetimet e kryera.